do të lexojmë nga Zanafila, nga libri I parë I Biblës, kapitulli 27 dhe paragrafi 41. Zanafila, kapitulli 27, paragrafi 41. Kështu Esau filloi ta urrejë Jakobin për shkak të bekimit që I kishte dhënë I ati dhe tha në zemër të vet: ditët e zis për baban po afrohen, atëherë do të vras vëllain tim Jakobin. Kur I treguan Rebekës fjalët e Esaut, birit të saj më të madh, ajo dërgoi ta tharrasin birin e saj më të vogël Jakobin dhe I tha: ja, Esau, yt vëlla, ngushëllohet ndaj tejet duke menduar të vras. Prandaj biri im, bindju fjalëve që të them. Qohu dhe ik shpejt në Haran te Labano vëlla im, dhe qëndro ca kohë me te, derisa ti kaloj zëmërimi vëllait tënd. Derisa mëria e vëllait tënd të largohet prej tejet dhe ai të harroj atë që I ke bërë, atëherë do të dërgoj njerëz që do të marrin prej andej. Pse duhet t'ju humbas që të dyve brenda një dite të vetme? Pastaj Rebeka I tha Isakut: jam neveritur nga jeta për shkak të bijave të Hethit. Në rast se Jakobi merr për grua një nga bijat e Hethit, një grua si ato të vendit, ç'më duhet jeta? Atëherë Isaku thirrri Jakobin e bekoi, I dha këtë urdhër dhe I tha: mos u marto me një grua nga Kananet. Qohu, shko në Padan Aram, në shtëpinë e Betuelit I ati në nësate, dhe merr për grua një nga bijat e Labanus vëllait të në nësate. Perëndia I plotfuqishëm të bekoft, të bëft pjellor dhe të shumoft, në mënyrë që ti të bësh një kuvend popujsh, dhe të dhënd bekimin e Abrahamit ty dhe pasardhësve të tu, në mënyrë që ti të jesh zot I vendit ku banon si I huaj, dhe që Perëndia ja fali Abrahamit. Kështu Isaku e nisi Jakobin që shkoi në Padan Aram te Labano biri I Bethuelit, Arameu, I vëllai Rebekës nëna Jakobit dhe e Esaut. Por Esau pa që Isaku kishte bekuar Jakobin dhe kishte nisur në Padan Aram që të merrte atje një grua, por duke e bekuar I kishte dhënë këtë urdhër duke thënë: mos merr grua nga bijat e Kananit. Dhe Jakobi I ishte bindur të atit dhe nënës së tij dhe ishte nisur në Padan Aram. Kur Esau u bind se bijat e Kananit shiheshin me sy të keq nga Isaku babai I tij, shkoi tek Ismaeli dhe mori Mahalathin, të bijen e Ismaelit, që ishte bir I Abramit dhe motër e Nebajothit, me qëllim që ajo të bëhet gruaja e tij përveç grave të tjera që kishte. Amin. Rebeka, një grua e veçantë në sytë e Perëndisë, të cilën Perëndia e zgjodhi dhe mundësisht e zgjodhi përpara krijimit të botës. Një grua e thjeshtë, të cilën e zgjodhi Perëndia për të treguar në përmbushjen e planit të Perëndisë, për të mbushur të gjitha sa Perëndia kishte paranjohur. Nga fillimi deri në fund, Perëndia ishte me atë grua. E vogël ishte në moshë kur përpara saj u gjend një shërbëtor I Abrahamit dhe I kërkoi që t'i jepte ujë. Dhe ajo në vend, pa hezituar as pak, sepse kështu e kishte mvarur vetë Perëndia që të jetë një njeri e tillë, që të jetë për të dhënë, për të mëshiruar, që të jetë e gatshme, që të kryen të gjithmonë vullnetin e mirë dhe të përkryer të Perëndisë. Ishte e mvarur, pavarësisht se ishte nga nur I Kaldeasve që banonte, por ishte e varur vetëm nga Perëndia dhe vetëm Perëndia mund të bënte një gjë të tillë, pra që të ishte e varur tek ai. Sikurse ishte mbes e vëllait të Abrahamit, ishte e varur që të bënte gjithmonë vullnetin e Perëndisë.
Dhe vëllezër dhe motra të dashur, kjo është një diçka e rrallë. Perëndia e zgjodhi, Perëndia i adhuroi këtë dhunti, Perëndia e paranjohu dhe Perëndia i dha tek ato të cilët ai don t'ua jap këtë dhunti, por edhe tek ato dhe tek ata që e kërkojnë. Dhe ky është mesazhi i ditës së sotshme. Kërko që të mvaresh nga Perëndia. Të mos mvaresh nga ambienti, nga fjalët njerëzore, aq më tepër mos e lë zemrën tënde që të tërheq, të të çoj ku të doj, dëshira e mishit të mposht dhe akoma dhe logjika jote. Ti mohojmë të gjitha këto dhe ti afrohemi të vetmit mësues të vërtet dhe drejtues ton, ku me mësimin e tij dhe me udhëzimin e tij e mvar çdo që e therret dhe i afrohet, dhe veçanërisht që don të mvaret nga ai. Nuk besoj se Rebeka e kërkoi, ku nuk e përjashtoi këtë mundësi, por nuk është e shkruar në fjalën e Perëndis. Është e sigurt tjetra se ajo është e mvarur nga Perëndia. Dhe kur shërptori e Abrahamit, që kishte ardhur të gjente me urdhër të Abrahamit grua për Isakun, për birin e tij, njeri besnik u lut dhe tha: "O Zot, cila është ajo grua? Do të më japësh mbarsi në këtë udhë që jam nisur? Si do ta dalloj se cila është gruaja për Isakun?" Dhe mendoi dhe tha: "Ajo që të më pëlqej dhe ta shoh, do ta kërkoj që të më jap ujë, ti kërkoj ujë të më jap të pi, dhe në qoftë se ajo, sepse po vi në për rrugët të gjatë, dhe në qoftë se ajo do të më japë ujë jo vetëm për mua, por edhe devet e mia, atëherë do të jetë gruaja që Zoti ka caktuar për Isakun." Dhe kur u ndalua tek pusi, pa një vajzë shumë të bukur, Rebeken, por nuk ishte kjo karakteristika e saj, bukuria. Karakteristika e saj ishte se ishte e zgjedhur dhe e mvarur nga vetë Perëndia. Dhe kur i tha: "Më jep pak ujë të pi", ajo në vend e uli shtampën sapo kishte mbushur nga pusi, i dha të pinte, dhe në vend, dhe mos më thuni se nuk ja vuri në zemër Rebekës këtë. Por që ta vej Perëndia në zemër këtë, do të thotë se kjo zemër ishte e gati që të bënte vullnetin e Perëndis. O Zot, përgatitë zemrën tonë që të jetë gati. E gatshme është zemra ime thërret Davidi që të kryej vullnetin tënd. E me një surprizë për shenjen që kishte vënë, e pa për orë të tëra shërptori Abrahamit Rebeka të jap të pi deveve të saj, dhe kur pas i dha të pinte, e pyeti: "Kush je ti?" Për planin e përgatitur të Perëndis për Abrahamin, për Isakun, për Jakobin më vonë dhe për Rebekën tani, të Jakobit akoma përpara se të lindte, dëgjoj se është mbesa e vëllait të Abrahamit, starmesa, si mund të themi ndryshe, dhe nuk besoi Eliezeri në veshjet e tij. Atje e dërgoi Abrahami. Aty u gjend Isaku, më falni, Abrahami, mire tham, dhe të gjitha këto u bën nga Perëndia. Gjeti një njeri me zemër si zemrën e tij, gjeti Abrahamin dhe me vonë gjeti dhe Rebekën. Këtu dua të flas tani pak në thonjza. Ishte e nevojshme që Perëndia t'i gjente një grua të tillë Isakut, dhe përgjigjja është po, sepse Isaku nuk ishte plotësisht sipas zemrës së Perëndis. Të vetme lutje që bëri ishte kur lindi Rebeka pas 20 vitesh si ishte pa fëmijë. Perëndia e dëgjoi dhe ajo u ngjiz. Por të kthehemi përsëri tek Rebeka, sepse Rebeka është një shembull për ta kujtuar. Dhe për gratë besnike, por edhe për burrat. Dhe kur e pyeti: "A mund të vinë në shtëpinë tënde?"
Rebeka e përullur shkoj, tha po, shkoj, tha vëllait të saj Labanos, babait të saj Labanos, apo vëllai Labano. Dhe kur pa dhuratat që i kishte dhënë Eliezeri, zemra Labanit u gëzua nga dhuratat që i kishte dhënë arin, argjendin, diamantet, kërceu nga gëzimi zemra Labanos. Eja, i thot, eja në shtëpinë tonë. Një ditë mbajti kjo, ditën tjetër, Perëndia vuri në zemrën e Eliezerit të Labanos dhe të Rebekës dhe ikën. E mori. Kaq e lehtë dhe kaq e shpejt bëhet vepra e Perëndisë. Por tek njerëz që janë të mvarur nga Perëndia. Qoftë duke i drejtuar Perëndia, qoftë duke u drejtuar njeriu me një zemër sipas Perëndisë. 20 vjet shterë për Rebeka. U mërzit Isaku dhe u lut sepse e kuptoi se Perëndia i jep atyre që kërkojnë. Dhe në vend u ngjis Rebeka dhe binjak mundësisht. Dhe tani vazhdoi vepra që Perëndia ka përgatitur për Rebekën. Fëmijët e saj që në barkun e nënës ziheshin njëri me tjetrin dhe Rebeka nuk e anashkaloi këtë pa e dhënë rëndësi. Dhe sikur se shohim, asgjë në jetën e saj nuk e kaloi thjesht duke buzëqeshur, por të gjitha i kalonte duke u lutur dhe me frikën e Perëndisë. Për shembull, thash, për burra dhe për gra. Dhe kur e kuptoi se ziheshin, sepse kështu ja tregoi Perëndia, tha, më mirë le të mos lindja këto fëmijë. Dhe çfarë bëri? Shkoi dhe pyeti Zotin. O Zoti i madh. Siria, nga Siria është ajo grua. Nuk ka asnjë lloj lidhje nga ambienti që kishte me Perëndin, por personalisht e donte shumë Perëndin. U gjend për 20 vjet tek një familje që e donte Perëndin, dhe nga ajo familje mori. Nuk e di nëse ishte lutur ndonjëherë tjetër, por e di se pas 20 vitesh mësoi që të lutej. Vonoi 20 vjet që të bënte fëmijë, por kaq duhej që të mësonte që të lutej. Dhe kur u lut, përgjigja e Perëndisë ishte gati. I tha, bashkëvepron Perëndia me ato që kanë zemrën gati për të dëgjuar në mënyrë që të bëjnë. Me ato që kanë zemrën e tyre gati që pyesin për të ditur se çfarë do të bëjnë dhe nuk bëjnë ç'të duan. Dhe Perëndia i tha Rebekës, Rebeka mos i frikë. 2 fëmijë, 2 djem ke në barkun tënd, ku do t'i bekoj dhe do të bëhet një popull i madh. Por e rëndësishmja është se i pari do t'i bindet, do t'i nënshtrohet të dytit. I dyti do t'i bëhet kokë e të parit. Një gjë e papranueshme për traditat njerëzore të asaj kohet, sikurse i parlinduri ishte ai që do të merrte të gjitha. Ja mendoni tani çfarë dëgjoi Rebeka. Gjëra serioze. I dyti të bëhet kokë, e ruajti këtë fjalë të Perëndisë në zemrën e saj dhe priti të shohë. Nuk i tha gjë Isakut. Dhe kështu duhej të bëhej. Duhej që t'i ruante në zemrën e saj këto fjalë. Dhe duke u rritur fëmijët, njëri thot Esau u bë shumë me provojë gjuetar dhe tjetri Jakobi u bë një njeri i thjesht që rrinte pranë nënës së tij. Ja tani karakteri i Isakut. Isaku donte djalin e fuqishëm që kishte, Esaun, burr i fortë. Por mos të harrojmë se më vonë Perëndia e urrej Esaun. E tmerrshme të thot Perëndia se e kam urryer Esaun. Gjuetar me provojë të madhe, këtë deshi Isaku. Mos më thuani se u lut ndonjëherë se këtë donte më shumë. Valla dhe motër,
kë don më shumë, me kë kënaqesh. Çfarë don? Lutju Perëndis që të ta shfaq. Sepse të tjera shohim me këto syt e ton dhe të tjera na tregon zemra jon dhe të tjera përsëri don edhe mishi jon. Por ajo që ka rëndësi është se cila është ajo që don Perëndia. Dhe do ta mësosh këtë vetëm nëse do të pyesësh Perëndin. Dhe më saktë, do t'i mësosh vetëm kur ta pyesësh, sepse marrëdhënia jon me Perëndin është e vazhdueshme. Marrëdhënia e Isaut me Perëndin u pre. Shijonte Isaku, më falni, shijonte Esau në birin e tij, shijonte premtimet e Perëndis, shijonte dhe praninë e Perëndis në familjen e tij. Por nuk kishte që të pyeste Perëndin ndonjëherë. Nuk kishte asnjë lloj dyshimi. Kur nuk pyeti veten, kur nuk e pyeti Perëndin. Të gjitha i kishte të dhëna. Thoshte, po çfarë djalit linda i parlinduri Esau. Por problemi është se çfarë thot Perëndia. Në anën tjetër Rebeka, e porulur, e njifte të vërtetën Rebeka. Dhe priste. Dhe priti me durim të shohë se çfarë do të bëjë Perëndia. Nuk ka bërë gjë kjo, nuk futet kjo të bëjë diçka. Perëndia i bën këto gjëra. Dhe në fund Perëndia ja shfaqi. I shfaqi zemrën e Esaut në marrëdhënie me Jakobin. Esau shijonte parbirnin, pra trashëgimin që do t'i jepte Isaku i ati. Dhe premtimet që Perëndia i kishte dhënë Abrahamit dhe Isakut. Sikur do t'i trashëgonte Esau, por një ditë i uritur, sikur si ishte një njeri mishor, ma plotësisht njeri mishor, i interesonte vetëm e tanishmja, e sotshmja. I interesonte jo ajo qiellorja, por kjo e përditshmja. Dhe kaq ishte i mvarur nga dëshirat e mishit të syve dhe nga krenaria e jetës, saqë arriti derisa të përçmoi dhuratën e Perëndis, pra parbirnin që kishte në dorë. I përçmoi. E përçmoi parbirnin dhe ashtu sikur se ishte i lodhur atë ditë dhe Jakobi kishte gatuar thirrza, një supë të kuqe pra, bëri një beslidhje, një marrëveshje ku apostulli Paul e quan kurvar Esaun. Kurvar sepse shiti për një pjatë ushqim, shiti parbirnin dhe i pisët, e quajti apostulli Paul të pisët, sepse e përçmoi parbirnin që i dha Perëndia. Një pyetje serioze. Përse vallë Perëndia nuk bëri që të dilte Jakobi përpara Esaut? Nuk do të ishte më e kollajt gjendja. Ma e vështirë ishte për Perëndin që të linte Jakobi, të dilte i pari nga barku i nënës që të mbaronte aty e gjitha, të mos ishte nevoja që të ndërhynte Rebeka në këtë çështje apo kushdo tjetër. Vëllezër dhe motra të dashur, Perëndia është shumë i mençur. Është i plot fuqishëm dhe mirë është që t'i besojmë atij. Dhe kur të bëj gjëra të habitshme në jetën tonë, ka arsye që i bën. Ka qëllim që i bën. Ka vepër në to. Duhet të duket, sepse skandalet pa tjetër që do të vinë në kishën e Krishtit. Ma përse? Djalli lejohej që të hynte në parajs. Ma përse? Sepse duhej që të shfaqeshin të provuarit. Duhet të shfaqej se sa i fortë dhe i provuar është Esau. Vepra e një gruajet duhet të shfaqej. Duhet të duken cilët janë njerëzit e Perëndis, të veçoheshin nga njerëzit e tjerë. Duhet, sepse për këtë arsye i sjell skandalet. Mirë ai që i sjell skandalet, sikur Esau. Zoti të na ruaj, vëllezër dhe motra, kur të mos sjellim skandale. Sepse ajo që ka për të ndodhur është
për të dëgjuar nga Zoti fjala mirë ai dhe humbe. Ki kujdes vëlla dhe motër të mos sjellësh kurrë skandal, kudo që të jesh, të mos jesh skandal. Nuk është të luajmë me Perëndin. Dhe kështu Esau shiti me një pjatë ushqim parbirnin tek vëllai i tij i sprovuar, i pas provuari Esau. E shiti parbirnin për një pjatë ushqim dhe u bë i pisët dhe kurvar sepse e përçmoi dhuratën e Perëndis. E përçmoi hirin e Perëndis që e zgjodhi që të ishte i parlindur. Tani dhe tutje duhet që të bëhet vullneti i Perëndis. Nuk është edhe lehtë. Duhet Perëndia të veprojë. Por duhet edhe Rebeka të bëj anën e saj. Dhe vepra e Perëndis ishte se e vërboi Isakun, sepse është e nevojshme që të bekonte të parlindurin. Por ja që zemra e Isakut nuk është sipas zemrës së Perëndis dhe duhet të bekoj atë që e urren Perëndia. E tmerrshme nuk është. Sot që lexova, thash, o Perëndia im, Isaku e donte të bekonte atë që ti e urren o Zot. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Njeriu i premtimit, njeriu i bekuar i Perëndis, Abrahami, Isaku dhe Jakobi, ku thot fjala e Perëndis. Por kështu është. O Zoti im, ruaje zemrën tonë, të mos kemi kurrë një zemër sikur të Isakut, apo sikur zemra e Esaut. Unë dua të kemi një zemër sipas asaj që kishte Rebeka, dhe të them më mirë një zemër sipas zemrës së Jezu Krishtit, e cila e din sepse ka zbulesën e Perëndis, e din se çfarë do të bëhet dhe e din se çfarë duhet të bëjë ajo. Dhe kur bën diçka në emër të Zotit të plotfuqishëm që të realizohet vepra e Perëndis, nuk është mëkat. Dhe kështu, kur arriti koha e përshtatshme dhe Isaku vendosi të bekonte të parlindurin Esau, në sytë e të parlindurit, pra parbirnin e ka humbur. Kurvar dhe i piset, dhe këtë nuk e ka kuptuar. Nuk ka kuptuar Esau se është i piset dhe kurvar. Dhe përgatitet të shkoj ta bekoj Isaku, ma s'ka për ta bekuar dot Isaku. S'ka për të mundur të bekoj. Në qoftë se nuk mendon sipas vullnetit të Perëndis. Dhe e ardhmja është e keqe. Është e tmerrshme të presim dashurinë e Perëndis dhe ndaj dashurisë të vijë urrëtia e tij. Përse? Sepse nga që i kemi të gjitha, nuk pyesim Zotin. Nuk duam të bëjmë sipas vullnetit të Perëndis. Kurvar dhe i pisët. Jo me kurvëri mishore, por me kurvërin më të keqe se kurvërin frymërore në sytë e Perëndis. Për çmoj, ma që nevoj ka mund tani po vdes nga uria, dëgjoni? Thua se du të vdiste nga uria. Po vdes nga uria, tani të shohun për parbirnin. Dhe kurvëroj për para Perëndis dhe i bëri të pista parbirnin që kishte. Dhe kur erdhi ora e bekimit, i pari dhe më i miri, e thirrri dhe babai i tij, eja i Esaf, të gëzohet shpirti im, shko dhe sill një gjuhëti që do të bësh tani, të ha dhe të pi dhe të jap edhe parbirnin, të jap trashëgimin. Dhe mori armët dhe shkoi për të gjuajtur. Ma ku shkon?
dhe aty zën pozicionin e duhur e përullura Rebeka. Jakobi thot, shëndërrohu dhe bëhu sikur Esau dhe shko të bekoj babait. U tremb, thot Jakobi, do të më kuptoj dhe do të humbas. Çfarëdo që të bëhet, do të jetë çdo e keqe që të ndodh, le të jetë mbi mua, thot Rebeka. Dhe çdo e mirë që të bëhet, qoftë mbi ty. Nuk është dashuria e nënës kjo, vëllezër dhe motra, por është vullneti i një gruaje që është mvarur nga Perëndia. Për këtë arsye dhe Perëndia ka për të bekuar frytin e saj. Nëpërmjet Jakobit do të mallkohet frytin i saj nëpërmjet Esaut. O Zot Perëndi, na dhuro gratë të tilla dhe na bëj të tillë edhe ne. Ja arriti. Shumë thonë se tha gënjeshtra, shumë se ishte tradhtare, por vëllezër dhe motra, para së gjithash nuk ishin dhënë urdhrat e Perëndis në mënyrë që njeriu ta dinte se gënjeshtra është mëkat. Dhe njeriu bënte sipas ndërgjegjjes së tij. Dhe Rebeka bëri sipas zërit të Zotit. Dhe Jakobi bëri sipas zërit të nënës së saj, së tij. Dhe Perëndia e bekoi. Nuk mund të bëhet pjesëtar i mëkatit për bekim Perëndia. Nuk mundet të bekoj Perëndia në mëkat. Dhe Perëndia e bekoi Jakobin. Dhe nuk mbaroi vepra Rebekës, sepse mëson se i biri i saj, i cili ishte martuar 2 gra nga hetejt, sepse ishte mishor dhe bënte ç'të donte, nuk llogariste as kërkënd, nuk pyeste as kërkënd, kur nuk u interesua për Perëndin, dhe babai i tij kur nuk e kontrolloi Isaku. Nuk i tha çfarë bën. Përse bën kështu? Shkove dhe u martove me Kananease? Ç'bën kështu? Shijonte njeri tjetrin, Isaku dhe Esau, lidheshin njërin ndaj tjetrit. Dhe ishin jashtë vullnetit të Perëndis, si njeri ashtu edhe tjetri. Dhe kur Rebeka dëgjon se Esau u mërzitu, e gërsua, u zëmërua, do të ta vras, thot vëllain tim Jakobin. Por prit të vdes baba im, se gati për të vdekur është dhe ka për ta parë se ç'do t'i ndodh Jakobit. Dhe Rebeka zuri pozicionin e duhur të saj, të përuljes së saj. E therret Jakobin dhe i thot: Dëgjoj zërin tim, Jakob, sikur se bën çdo herë. Dëgjoj çdo të them. Ik drejt Labanit vëllait tim, në Haran. Dhe aty bano me të disa ditë derisa të kaloj zëmërimi i vëllait tënd ndaj tejet. Dhe kur ta shoh se është larguar zëmërimi i vëllait tënd, atëherë do të kthej, do të lajmëroj që të kthehesh. Por vëllezër dhe motra të dashur, këtu bën gabim Rebeka. Tani Jakobi ikën dhe nuk do të bëj me Rebeka atë ndërmjetësin. Por tani Perëndia ka marrë përsipër drejtimin dhe udhëzimin e Jakobit. Do të kalojnë 20 vjet provë Jakobi. Do të vdes Rebeka përpara se ta therras të kthehet dhe përpara se ta shoh me. Por e shikon në qiell. Dhe kjo ka rëndësi. Dhe tani dhe tutje, Jakobi, i dashur i Zotit, merr rrugën e tij. Bindet edhe Isaku se pa Esaun të martohet me 2 kananease, dhe ai i hidhëruar i madh, shumë i hidhëruar nga zgjedhja e tij. Dhe Isaku nuk tha asgjë. Nuk binte në dokord me atë që bëri biri Esau, por dhe nuk ndërhyri,
sepse kur ta dim se ç'duhet të bëjmë dhe nuk e bëjmë, kjo është mëkat. Dhe Rebeka nuk ndërhyri sepse e dinte se nuk është njeriu që do të kryente vullnetin e Perëndisë. Dhe kështu ju afrua Isakut dhe i tha: mos edhe djali ynë të marrë gra nga Kanani, çoje më mirë në tokën e Haranit, aty ku është vëllai im, të marrë ndonjën nga vajzat e tij për grua. Dhe Isaku u bind. Unë kur e lexova thash, u bind që ta shkarkoj nga kurrizi këtë. Zoti të më ruaj dhe të më fal, por u bind dhe bëri vullnetin e Perëndisë. Dhe nga aty dhe tutje Jakobi vetëm tani më para Rebekën. Dhe Rebeka përsëri e vetme pa Jakobin, gjithë secili rrugën e tij. Me shumë dashuri në zemrën e njerit ndaj tjetrin, gjithmonë kujtonte Jakobi të emën Rebekën. Dhe gjithmonë do të lutej Rebeka për Jakobin. Isaku as që kuptoi ndonjë gjë. Esau i zemëruar, i hidhëruar, por Perëndia i lavdëruar. Për shkak të përuljes së Rebekës dhe asaj gruaje të veçantë, që bëri vullnetin e Perëndisë gjithmonë në jetën e saj, sepse e pyeste Perëndin se cili ishte vullneti i tij. Dhe në qoftë se sot Jakobi u quajt edhe Izrael, dhe Izraeli, Perëndia me Izraelin kërkoi popullin e Izraelit, bëri popullin e Izraelit. Dhe në qoftë se sot rënja e Isait është Krishti, një rol të rëndësishëm në veprën e Perëndisë, luajti ajo vajzë, Rebeka. Pa besueshme, një grua. Nuk ishte ndonjë gjë të veçantë, e bukur ishte. Nuk shohim të bënte gjëra të mëdha Rebeka. Gjithmonë ishte në shtëpi, në kalibën që kishte dhe gatuante. Por lutej. Dhe kur vinte ora, e lartësonte përuljen e saj, dhe Perëndia e bekonte në çdo gjë që mundohej të bënte. I jepte bekim, sepse ishte sipas vullnetit të Perëndisë dhe Perëndia e bekonte. Vetëm ku nuk e pa besueshme, por lavdi i Perëndisë